Zëvendës kryeministrja dhe një herazi ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku inspektoi punimet në aksin Qukës-Qafpllocë. Gjatë fjalës së saj, Balluku bëri me dije se problemi i financimit për këtë aks është te i kaluar dhe se puna po ecën në të tre kantierët. Për ne ka shumë rëndësi që të tre kantierët po ecin ashtu siç duhet. Fakti që financimi tashmë është zgjidhur, ka kaluar gjitha etapat edhe aprovimin e parlamentit, do të thotë që nuk e kemi pengesën financiare. Sigurisht gjeologjia këtu do të vazhdojë të jetë sfiduese, pasi duket edhe vetë, gjatë këtë punës në këtë kantier. Mëtej Balluku tha se sipas afateve parashikohet që loti 3 të dorëzohet në muajin mars 2025. Dhe kantieri i segmentit të tretë ka filluar nga puna dhe një herë dhe tashmë me hapa të shpejtë pasi parashikohet që ky segment të dorëzohet në muajin mars 2025. Balluku gjithashtu bëri të ditur se segmenti i parë dhe i dytë i kësaj rruge në të cilat punimet janë përfunduar në masën 75%, parashikohet të dorëzohen në dhjetor të vitit 2024.